jam marrë me krijimtarinë gjuhën turke, poetëve shqiptarë që kanë shkruar gjatë periudhës osmane. Në fakt është i rëndësishëm ky dallim sepse ka edhe poetë shqiptarë që kanë shkruar turqisht, ndoshta edhe mas periudhës osmane, mas shpalljes pavarësisë Shqipërisë, nëse mund ta klasifikojmë kështu si kronologji. Këtu unë merrem me krijimtarinë e tre poetëve, po fillimisht duhet të thënë se krijimtaria në gjuhën turke e autorëve shqiptar na jep disa dhëna si burim letrar, po edhe mbi jetën sociale që nuk i kemi të krijimtaria në gjuhën shqipe. Faktikisht këtu ne kuptojmë edhe disa dinamika që mund t'i thojmë kështu dinamikat e patronazhit, që është një institucion shumë i rëndësishëm në zhvillimin e artit letrar, po edhe të artit në përgjithësi, edhe të bamirësisë, me që këtu e kena temën e vakëfit. Edhe poezia në gjuhën turke është një poezi urbane, në kuptimin që jep dhëna mbi qytetin, mbi ata marrëdhëniet përtej një kontekstit ngushtë. Faleminderit. Gjithashtu na jep dhëna mbi shkëmbimin intelektual. Ne për shembull njohim shumë pak për mënyrën se si mund të kenë komuniku intelektualët ose autorët shqiptar që ja njohim vetëm veprën në gjuhën turke. Në krijimtarinë, në gjuhën shqipe, në krijimtarinë në gjuhën turke kemi poezi që i kushtohen poetëve një zonë caktume, edhe jashtë zonës ku kanë jetu vetë poet, dhe me thanë, kanë shkëmbime poetike me njëri tjetrin, kanë shkëmbime poetike mes poetëve edhe sundimtarëve ose dinjitarëve të ndryshëm. Edhe për shembull, sidomos ka kanë përcaktuese qendra ku ka jetu një dinjitar, një sundimtar, edhe qytetet që kanë pas lidhje me këtë qendër. Për shembull, unë ku kam marrë tre poetë faktikisht, i pari është Nezim Berati ose Nezim Frakulla, në fakt është Ibrahim Nezim, siç e dini, është mahllasi, pseudonimi, është Ethem Beu, një prej fisnikëve, antari një prej familjeve më të rëndësishme të Tiranës, është edhe Ibrahim Peqini ose Ibrahim Fehmi. Fehmi është po ashtu pseudonimi i tij letrar, që njihet edhe si Ibrahim Fehmi Shkodrani ose Shkodra, sepse Peqini në atë kohë ishte i lidhur me qytetin e Shkodrës. Edhe këta kanë shkruar disa kronograme, për mendimin tim me një interes të veçantë edhe për konferencën këtu, po edhe në përgjithësi për njohjen e kulturës shqiptare, sepse kronogramet japin faktikisht në pamje të parë dhëna shumë të shkurta, dhëna një farë mënyre të plotësuese, po sidomos për rastet kemi disa qytete, për shembull Ermali përmendi sherijet, edhe ekzistencën ose mos ekzistencën e sherijeve, ose shkatrimin, ma mirë me thanë, të sherijeve disa qyteteve ose disa qendrave. Mirë, erdhi fiks faktikisht, si kështu. Poet janë këta, kurse kronogramet, me që po fliqim për ndërtimet, teknikisht janë tekste poetike, po mund t'jenë edhe tekste që shumë mirë mund t'jenë integru edhe në arkitekturën faktikisht të ndërtesave, sepse një tekst kronogramit mund t'jenë shumë mirë edhe një tekst mbi shkrimit, po jo gjitha kronogramet detyrimisht janë ba edhe kitabe ose mbi shkrime. Edhe faktikisht ka mbi shkrime që mund të mos jenë fut nëpër divane, po ka kronograme ose poezi kronograme që nuk janë transformu pa thamun kështu në kitabe. Faktikisht duhet me pas parasysh që këtu pa flasim për bamirësit, për vakëfet e kështu, po ka shumë kronograme që mund të jenë transformu, edhe këtu kemi në fakt dy specialista shumë mirë që merren me epigrafin e varrezave. Edhe ka kronograme që janë, po e thona kështu, transferu edhe në gurët e varrezave, që janë faktikisht një zhanër i veçantë që ka shumë rëndësi. Edhe objektet që kanë përmend Nezimi, Ethem Beu dhe Ibrahim Fehmiu, në përgjithësi Ibrahim Fehmiu ka vetëm 4 faktikisht, kurse Ethem Beu dhe Nezimi kanë më shumë. Edhe në përgjithësi vetëm Ibrahim Fehmiu flet vetëm për Peqinin, i cili është qyteti i tij, kurse Nezimi dhe Ethem Beu kanë kronograme edhe për vepra që janë qytete të tjera. Nezimi faktikisht në Shqipëni ka jetu në Berat ose në zonën e Beratit, ne dim ose mendojmë që ka dek në Stamboll, po që lidhjen me qytetet e tjera shqiptare nuk e kena shumë qartë faktikisht. Edhe
Për shembull, këtu unë kam përmend faktikisht një dyqan më tepër si rast, e di që mund mos duket sikur ka shumë lidhje me VAKF-in, por faktikisht veprat e Nezimit edhe të Tembeut për momentin janë vetëm dorëshkrim, nuk janë botume. Këta janë, si më thanë, te shkrimi edhe përkthimi ose tentativa për përkthim është e jemja, kurse vepra e Ibrahim Femiut, që ndoshta do të ndalim pak më shumë, është botu fatmirësisht. Kemi një divan të tij. Edhe këtu për shembull i ka shkruar një kronogram një dyqanit faktikisht, që ka një anë mund të themi që tregon edhe për interesimin që kanë njerëzit edhe për çfarë bëhet. Kur filloi ky aktivitet faktikisht, seanca e parë ju kushtu falënderimit të bamirësave, po i tham unë kështu. Edhe kronogramet kanë një anë, si më thanë, kanë kënë një seancë falënderimit publik, pak njerëz kanë ditë se çka kanë shkruar vakëfnamet e tjerë. Po shumë më tepër njerëz kanë ditë se çka kanë shkruar këta poezit që i kanë bërë dua dhe, si më thanë, i kanë livdu, ose i kanë çuar rahmet bamirësave ose familjarëve të tyre. Bamirësat mund të kenë ndërtues prej zeros, prej sparit, po mund të kenë edhe riparues, edhe kjo ka qenë shumë e rëndësishme se gjithë e dim që ndërtesat edhe degradojnë. Është shumë me rëndësi, me thanë, edhe unë përmenda pak edhe llojin e kështu, ndërtojnë shumë çezma për shembull. Ndërtojnë disa lloj, janë disa lloj objektesh që gjithmonë lidhen edhe me tipologjinë e terrenit, për shembull një vend që nuk ka lume ose kështu ndoshta s'ka nevojë për ura, po një vend që ka lume në mes ka më shumë nevojë për ura, ka më shumë nevojë për çezme etj. Po çezmat është shumë interesant, japin shumë rëndësi. Edhe këtë e kuptojmë fakt kur na merr etja, domethënë kështu. E Tembeu është një personazh tjetër, unë këtu kam zgjedh faktikisht një që ja kushton Mustaf Pash Shkodrës, që vetë ka qenë edhe ky me pseudonimin Sherifi, ka qenë poet. Poshtë kësaj që ky ja kushton 2 dhomave, që unë nuk e kam kuptuar shumë mirë në fakt se çfarë dhomash janë tamam, domethënë. Poshtë i kronogramit është një kronogram tjetër, një poezi që ja kushton ndërtimit të poezisë në Shkodër nga po Mustaf Pash Shkodra, Mustaf Sherifi Pash Shkodra. Në anë tjetër është një, domethënë, për rinovimin e xhamisë Tabakhanes në Elbasan, që ja ka kushtuar po ky e Tembeu. Po ka i problem, se teksti e Tembeu që kemi ne, në fakt nuk është siç përmendet rëndom divani i tij, po është faktikisht një kompilim i disa sefineve ose disa defterve ose disa dorëshkrimeve që ka pas e Tembeu, edhe një njeri e ka bë këtë përmbledhjen sipas shijeve të veta, edhe faktikisht ky dorëshkrim ka qenë i zotnum për një Gjirokastritit para se me përfunu diku tjetër, masandaj ka përfunu në arkiv. Besoj që Ermali mund t'japin më shumë informacion për këtë. Tash Ibrahim Femi Shkodra ose Peqini, më duket shumë interesant se në radhë parë është rast më fatlum pak se ka një divan të botum, po divani është i botum 2 herë. Një herë ja ka botu i Biri 1870-ën, mas vdekjes, është shumë interesant se është një botim sipas kritereve editoriale që pak a shumë ne zbatojmë edhe sot, domethënë kështu. Edhe ideja është kështu, që ky ka përmend vetëm 4 objekte. Gjitha janë ndërtuar prej Nuri Bej Peqinit ose Nureddin Bej Peqinit. Në poezi ky e përmend si Nuri. Unë prej një materiali që më ka dhënë Ermali, për mua është heroi, si më thanë, i këtyne kështu. Do t'ja tham në sy, domethënë. Është një tari dëshsyn, si më thanë kështu. Është ideja që ky ka qenë i pari i Peqinit, po ky ka pasur Xhafer Sadik Pashën vëlla. Edhe Xhafer Sadiku faktikisht ka baba mirësi, po ky nuk i ka kushtuar kronogram. Edhe ka mundësi që Ibrahim Femi Peqini ose Shkodra mund të kenë edhe poezi të tjera që ne nuk ja njohim në lidhje me kronogramet, flas gjithmonë. Edhe për shembull këtu është një për rinovimin e teqes Baba Hasanit. Tash ne nuk e dim shumë mirë se cil tarikati kanë përkthyer ta njerëz. Po sipas një diskutimi që ban diku Babingeri, ky e përmend si tarikatit Rifai. Është një, në fakt, një lloj gjëzet është nuk di çfarë më thon, po e rëndësishme është që ky ka pas një angazhim dhe ka riparu. Për shembull, është një mbi
riparimin e xhamisë vjetër. Unë nuk e di shumë mirë se cila xhami është, sepse Peqini ka pas 2 xhami kryesore të paktën që përmenden kështu. Po këta janë 2 riparime. Mësandej ka ba edhe 2 vepra, që një është një medrese, edhe një tjetër është një çezm, siç thamë, shumë e rëndësishme. Edhe më duket se këta janë të rëndësishme tekstet e këtyne, po deshta mu nal pak te Ibrahim Femiu me dhanë edhe një detaj, sepse kronogramet si struktur, në lidhje me çfarë mund ta konsiderojmë dhanë historike, kanë një veçori të tillë, që sidomos në rastin e riparimeve, nëse sidomos lidhja është lidhje familjare, për shembull Ibrahim Femiu shkruan për Nureddin Bey Peqinin, që ka riparu një vepër që e ka ndërtu i pari i tij, dhe me thanë, këtë e konsideron nipin e bamirësit, pra. Kuptohet që e ka bërë një familjar i tij dikur, edhe kajherë ka një dhënë të përgjithshme, thjesht i pari, po ka raste kajherë që jepet edhe emri i bamirësit të parë, për shembull, Kret, mësënej jepet emri i bamirësit dytë, që është i riparuesit. Edhe në këtë rast, faktikisht këto dhëna tu pas parasysh që shumë dokumenta janë damtu, janë shkatërru, ose janë të paktën jashtë vëmendjes tonë. Edhe jashtë vëmendjes atyre që janë specialistat mirë, se nuk dihet se si përzihen prej keq klasifikimit e tjerë. Këto bëhen tekste që kanë një rëndësi të veçantë, edhe që na tërheqin vëmendjen edhe te dimensioni social, edhe te dimensioni bamirës, edhe te dimensioni historik i atyre gjanave që kanë ndodhur gjatë periudhës kur këta njerëz kanë jetu, kanë vepru, edhe kanë dhënë një trashëgimi që besoj është vakuf edhe në aspektin e njohurisë historike. Unë ju falenderoj për vëmendjen.